General, ju jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet tuaja në këtë emision. Ju falenderoj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. General Kastrati, të njëjtën pyetje kisha dhe për ju. Si e shpjegoni ju pikërisht këtë agresivitet të presidentit Vučić ndaj armatosjes, thot ai, që amerikanët dhe Republika e Turqisë po i bën Kosovës dhe kundër marrëveshjes treshe, marrëveshjes ushtarake, jo aleancë ushtarake, dhe ai qëllimisht e quan aleancë ushtarake dhe aleancë agresive ushtarake kundër interesave të Serbisë. Ne duhet të thënë që forcat tona të armatosura kanë mision dhe kanë ndërtuar strukturë për mbrojtjen e territorit, mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit të Republikës Kosovës. Mirë po, para se të përgjigjen në pyetjen e ju, unë dua të them që presidenti Vučić i ka disa shqetësime. Shqetësimet e tij janë pikëspari situata politike brenda Serbisë, cilën e ka kaotike, pastaj ka zgjedhjet këtë vit që ai, sipas gjitha gjasave, ka probleme dhe mund t'i humb ato zgjedhje, pastaj e ktheu shërbimin ushtarak të detyruar në Serbi, të detyrueshëm për arsye se jo për të arrit ndonjë mallësi operative të ushtrisë vet, por ka probleme të jashtëzakonshme sepse një numër i madh i personelit e braktisin forcat e tyre të armatosura dhe ka mungesë të personelit dhe disa shqetësime tjera që ato bregosin. Forcat tona të armatosura në 2 vitet e ardhshme do të jenë operacionale. Ne gjatë këtyre viteve, që nga viti 2018, kur janë miratuar 3 ligjet për bartjen apo për futjen e misionit ushtarak brenda forcës sigurisë, faktikisht ne kemi bler një numër të konsoliduar armatimesh që për 2 vite do të jenë të gatshëm që ta mbrojmë territorin e Republikës Kosovës, pavarësisht se sa është Serbia e fuqishme, dhe kjo është brenga e tyre më e madhe pse Kosova po armatoset. Kosova e ka kushtetutën e vet, i ka forcat e veta të armatosura, i ka ligjet, ka të drejtë të blej armatimet nga partnerët e vet strategjik, nga Evropa dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo neve absolutisht nuk na brengos se çka mendon Serbia. Kosova nuk ka pretendim territorësh ndaj askujt, por do ta mbrojmë me çdo çmim dhe me çdo kusht kufirin ton që është fituar dhe lirin ton që është fituar me gjak dhe me mend. General Kastrati, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që